Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro inspektoi nga afër punimet për rikonstruksionin e shkollës nënvetçare Ismail Qemali në Shkodër, një projekt i veçantë që synon të krijojë kushte moderne dhe bashkëkohore për mesimdhënie dhe mesimxënie, duke e kthyer njëkohësisht shkollën në një vepër arkitekturore. Për qytetin, ministra theksoi rëndësinë që institucionet arsimore të mos jenë vetëm objekte funksionale, por edhe hapësira që kontribuojnë estetikisht në qytete. Është shumë e rëndësishme që projektet e shkollave, po dhe përgjithsisht të objekteve publike, spitalet apo kopshtet, po edhe zyrat e administratës, të mos jenë vetëm objekte funksionale, pa diskutim standardet e shkollës, klasat. Po në momenti që janë dhe vepra arkitekturore, bëjmë dhe një edukim estetik, por edhe krijojmë një vepër arti publike në qytet, apo në fshat, kudo që të ndodhet objekti. Kështu që më vjen shumë mirë që Shkodra vjen me një projekt të tillë. Edhe po vuani pak tani me periudhën, po do fitoni pastaj. Ndërkohë, ne na vjen përmbar, po sidomos ndërtuesve, me bë gjithën me shtru beton, vllaka. Por nëse ke projektin ferma në shkollë, të shikosh se ke shumë më të kollajt me mbajt fëmijët edhe 2 orë dhe 3 orë mbrapa. Edhe pjesën e mastrekës ata munden. Dhe tani që nxorëm edhe kemi edhe mundësim për me i pagu mësuesët me orë ekstra, apo me marrë të tjerë, që se mësuesët nuk dua, tani duhet patjetër ta bëjmë të gjë. Me që jemi në fazën e ndërtimit, duhet parashikuar se s'bën kjo pjesa, kështu që do ta kuroni vetë. Investimi i Ministrisë së Arsimit për konstruksionin e plotë të shkollës Ismail Qemali do të sigurojë ambiente funksionale, më të sigurta dhe më dinjitoze për nxënësit.